edhe Eliona janë dy vajza që kanë pasion lulet. Ato krijojnë lule pundore, në të cilat do të flasim më shumë për punën e tyre. Përshëndetje Era, përshëndetje Eliona. Përshëndetje, faleminderit shumë. Kënaqësi që ju kam sot. Kënaqësia është e jona, faleminderit shumë për ftesën, edhe me shumë kënaqësi kena ardhur sot këtu me realizu këtë intervistë bashkë me ju. Mas pari ju jeni dy shoqe, po më tregon pak se si lindi ky raporti juaj. Po, unë edhe Era jemi shoqe që nga shkolla e mesme, dhe më thonë jena të dyja tashtë për momentin studente në farmaci, viti 2 në fakultet. Sa i përket sa njemi, unë edhe Era këna fillu që nga Lesokoli, kur kemi qenë si dy tekniket e farmacisë. Tash është viti 5 dhe besoj që i kena njohë shumë njëna tjetrën, kena një shoqëni shumë të mirë edhe ka lindi ideja që me bo diçka bashkë. Kalojmë Erës këtë pjesë. Era, që lindi kjo ideja ndoshta për të krijuar këto lule? Kjo ide ka lind prej një profesoreshës, kena pas qef me bo diçka, jo gjithë të thonë që femna du të me pas edhe du të me bo diçka vetë, gjithë mos më varë prej kërkujna, edhe ka pas ide shumëta, edhe një për ideve u konë për me bo diçka me sapuna, modele diçka, me ngjyra sene. Ma këtë ide unë e kom gjetë në TikTok, si krejt që bëgjejna tash, edhe u konë një sen që mund ka pëlqy. Një probleme kena pas se s'kena ditë materialin a mujna me siguru në Kosovë, që herën e pare kom siguru jashtë Kosovës, ama tani e kena gjetë edhe këtu një burim që po mujna me gjetë, edhe kom bisedu me Elionën, edhe kena dosh me provu si diçka, hobby, një ndër hobby tona, s'kena dosh me bo tamën si biznes, se s'kena ditë ta funksionan, edhe pse kena pa që në Kosovë nuk ka në Shqipni, kena pa që një qikë punan, ama në Kosovë s'kena pa dhe kena minu që nështë adhejë si biznes, adhe mundet me funksionu. Eliona, që shka qenë për juve me rënë dakord në këtë pikë që me janis pikërish me këto lule? A ka qenë e vështirë mu dakordu me njëna tjetrën? Ideja ka lindë verës, zakonisht unë jam nga Budujeva dhe Era është e Prishtinës, kështu që ka lindë ideja dhe tha e provojna, edhe në vesh më shku një ditë me vizitu Erën në Prishtinë, edhe ja këna fillu veç si për hajgore, në fillim me bo lule, edhe kur e bom që i bënëm disa buqeta, delëshën shumë të bukura mu po, normal që të ishëm pak punë, po pasaj masi që kena përgati disa buqeta, kena bo foto edhe pa prit mas në ditë të najtë, a e postoj, na e qelën foqen edhe ja fillu me qelën foqen. Për momentin është shku mirë normal si biznes i ri, po sa i përket mu edhe Ere, se kena gjithë një gjutë për bashkë, është me punu dyjat bashkë, edhe kështu ta i kena mosh me sportivitet. Më thonë nuk jena si ato partnerët në një biznes që strikt, po jena dyjat për shembull në kuën e lirë punojna dyjat, i bojna bashkë, punojna bashkë, e kalojna edhe kuën ma shumë bashkë, më thonë kena edhe ku ma shumë e kalu bashkë, përveç kuës që kalojna në fakultet me mësime edhe me tjirtë. Cila ka atë pjesën kreative, cila ka atë pjesën ndoshta që punan më shumë? A e keni ndome, apo e keni ndoshta... Nuk e kena këtë pjesë ndome. Krejti bojna qysh të mrina dhe që muna me menagju ma mirë kohën. Me të kalzu një rast, një buqete kena pas për javën e kalume me bo, edhe qysh me bojna, na dyja largë, edhe kishëm ka gja shumë lulje mi bo. Ta Eliona diçka, pi bëju në veç petale, ti e bëm pjesën tjetër, tani mbështjelljen e këto, e zakonisht i menagjojna qështë, tu i kombinu, punkt. Po sa është e vështirë ndoshta edhe me menagju kohën, pasi që ju jeni edhe në studime, edhe këtë pjesën e kësaj krijimtarie, si e menagjoni kohën? Në fakt, në fillim, o konë që kjo problemi pak se që shkina mja dollë, se dishëm që drejtimi jo në farmacia është normal pak ma i vështirë se drejtimet e tjera, po të e di që edhe një uri kena po të shumë pej farmacisët në shkollën e mesme, na ka bo shumë të leta i veç më fokusu ma shumë në ligjerota, po pasaj në kuën e lirë mbromjeve ose të vikendeve kena punu dhe me thonë mënyrë ma masivisht, edhe që mi arrita i qëtu buqeta mi përfundu dhe me thonë përësi që i kena pot. Po gjithë dhe me thonë qëllimi u konë se kjo është si një hobi për neve që na e bujna me qef edhe në kuën e lirë, kështu që normal që primore kena pot fakultetin, po kena gjithë ku pasaj edhe me i zhvillu lullet edhe me zhvillu këtë proces në biznesi që shmejtë. Era, qysh është për ty me punu bashkë me një shoqe? A është ndoshta pjesa më e mirë, ju ka lidhë më shumë, apo ndoshta ju ka kriju më shumë konflikte? Jo, është një pjesë tepër e mirë, na kalojna shumë kohë bashkë, edhe gjatë kohës që nuk jena bashkë, jena gjatë të në kohës në telefonata, tu folë, tu menu për modele të reja, tu menu qysh na mujna me përparu me këtë biznes, edhe pëse është një biznes hala shumë i ri, edhe tu provu me hi në treg mu njoft prej njerëzve. Eliona, qëllat kanë qenë ato ndoshta
komentet e para që ju kanë jap njerëzit edhe qysh ju kanë bo mundjet e dyja juve? Po në fillim, fakt, më ka shumë mirë se familjarët normal atë janë që na kanë përkrah shumë, shoqënia, se na kena një shoqëni shumë të mëdha, dyjat edhe u përzidhe shoqënia tjetër Irës edhe Jamja dhe na kanë ndihmuar domethënë në posimin e përrritjes tyne sociale, kështu që i falenderoj krejt mos e kemi rosi këto krejt aty që na kanë mbështet, më shumë ke familjarëve, domethënë ata janë kanë edhe për shembull shitjet e para kanë për disa familjarëve që kanë lidhur që neve më na jap më shumë për kroje, më na çu për para. Po për momentin ashtu jetë shumë mirë, na kanë ndihmuar shumë edhe domethënë edhe fytyra të tjera kur kena dërguar domethënë dhurata dhe na kanë bërë domethënë pastaj bidaut na kanë në rrjetet e tyre sociale, se dy studentë normal që nuk kena ne bëqa shumë të madh për fillimin që na më arrit diçka shumë e bë, për shembull buj ose diçka shumë të madhe, por na kanë ndihmuar që kjo pjesa e tjerëve që na kanë përkrah, kështu që besoj që për momentin është shumë mirë dhe besoj që ka me vazhdu. Era sa është e rëndësishme ky ndikimi në rrjetet sociale, edhe sa është mirë që ndoshta mi shfrytëzu në të mirën tonë, që më na ndihmon edhe neve në qoftë në pjesën e biznesit juaj dhe qoftë në pjesët e tjera. Rrjetet sociale në këtë kohë janë shumë të rëndësishme, sa i përket bizneseve të vogla kanë shumë rëndësi se një numër më i madh njerëzve mundën me pa, edhe me pa punën tonë, edhe ndoshta me bë blerje ose mu interesu për çka na bojna. Ndryshe prej bizneseve tjera ndoshta që e kanë një dyqan, edhe që duhet më shku fizikisht me vizitu për me pa se çka ata kanë. Ndoshta e kena një mundësi më të madhe me shfaq foto, video, diçka të punu, procesin e punës e këto. Cili është ndoshta një mesazh që kishe dashur me përcjell për të gjitha ato vajza që ndoshta dojnë me nis diçka të tillë, mirë po nuk e kanë guxime. Cili është një mesazh që kishe dashur me përcjell secila prej juve? Një mesazh është që çado që ki qef me bo, dosh me provu, se pa provu kur nuk mush me ditë a mundesh çaj sa me funksionu ajo. Edhe një sen tjetër është që edhe pse duket që ndoshta smunesh, kur gjë nuk bëhet me një herë. Dhe të shembull as na, ja kena nisur edhe nas ndoshta me një herë ditë e para, muajin e parë, s'kena pas as shritje as kur gjë, po atë kena vazhdu edhe me dëshirën dhe me shpresën që diçka ka mu bë më e madhe. Dhe mesazhi im është diçka domethënë përafërsisht të njëjtë. Ky ka qenë problemi fillim sepse nuk e dishim çu kena mu pritën të tjerë, edhe so kena me arrit domethënë që mu zhvillu çka biznes. Po gjithë ajo pjesa se njëna të përkohë teatrin kur unë do motivojsha tek ju hajde se tash kena tash dhëz, tash ti puna video të reja, modele të reja që kena pru tash për vitin e ri, ma festive, domethënë gjetën akon për kraj njëna tjetrës që kena me dhëzë dhe kena me bë. Kështu që gjithçka domethënë nuk fillon një herë bum me bë, po me kalimin e kohës ka dal me punë normal me përkushtim shumë të madh, arrihet gjithçka. Kështu që ajo që don edhe bën me qef, besoj që gjithmonë ka më dalë më e mira edhe pse ju me dhëz si biznes.